dënojmë me forcë aktin e paprecedent që kryetari i Kuvendit me urdhër politik të Edi Ramës bëri gjatë mbledhjes së djeshme të Këshillit të Mandateve dhe Imunitetit gjatë shqyrtimit të kërkesës për t'i dhënë prokurisë posaçme autorizimin për të kërkuar në gjykatë arrestimin e zëvendës kryeministres, ministres infrastrukturës dhe deputetes Belinda Balluku. Si në asnjë rast tjetër, kryetari i Kuvendit Niko Peleshi ka shtyrë mbledhjen e Këshillit Mandateve pa caktuar një afat se kur ky këshill do të marrë në shqyrtim dhe do të i hap rrugë miratimit nga seanca plenare të kërkesës së prokurisë posaçme për arrestimin e zëvendës kryeministres. Ky është një akt politik i urdhëruar nga Edi Rama për të penguar drejtësinë dhe për të mbrojtur korrupsionin e tij të zëvendës kryeministres dhe të qeverisë së tij. Si antar të Këshillit të Mandateve, përfaqësues të opozitës, kemi kërkuar dhe kërkojmë me forcë mbledhje një ore më parë të Këshillit Mandateve për të miratuar kërkesën e prokurorisë. Bashkëndajmë shqetësimin që prokurorët e posaçëm informuan dje në Kuvend se çdo ditë në liri e Belinda Ballukut nënkupton cënim të hetimeve, prishje të provave dhe intimidim të dëshmitarëve. Për herë të parë do dua të informojmë opinionin publik se kërkesa e prokurorisë, përveç se është argumentuar ligjërisht, mbështetet nga një numër i konsiderueshëm provash, rreth 80 prova të ndarë në disa volume, në mirafaqe, që provojnë atë që në fakt është e vetmja detyrë që ka Kuvendi, të kontrollojë nëse është apo jo një akuzë politike dhe kërkesa e prokurorisë provon përtej çdo dyshimi të arsyeshëm se kërkesa është mbështetur ligjërisht dhe nuk ka asnjë të dhënë për akuzë politike. Siç jeni në ndjeni, prokuroria e posaçme ka marrë të pandehur zonjën Balluku për tenderin e tunelit Llogaras. E ka person nën hetim për një nga lotet e Unazës Tiranës, ndërkohë që në kërkesën e sjellën në Kuvend sqaron se e kanë nën hetim edhe për 9 procedura të tjera, ku përfshihen 6 procedurat për lotet e Unazës Tiranës, koncesioni i rrugës Thuman Kashar dhe 2 procedura prokurimi për mirëmbajtje rrugësh. Dashur shqiptar, nuk bëhet fjalë për procedura Mira Euro. Totali të 11 procedurave prokurimit korruptive për cilën akuzohet qeveria e Edi Ramës ka vlerën e mbi 1 miliard euro. Dhe ky është rasti i parë ku një zyrtar i lartë, i cili akuzohet për korrupsion në 11 procedura, që ka paracaktuar çdo fitues, që ka caktuar se ku duhet shkojnë parat e fituara,